Zoti Kurti nuk don bashkëpunim, nuk don partneritet, don nënshtrim. Partia Demokratike e Kosovës, bazuar në gjitha këto fakte, ka ardhur në qëndrimin e saj, i cili është i qartë, është publik, është zyrtar. Ne do ta luajmë rolin ton në Kuvendin e Republikës së Kosovës si parti opozitare. Me kritika, me alternativa, po edhe me përkraje çështjeve të rëndësishme për interesin e vendit. Edhe marrëveshjet financiare ndërkombëtare, edhe tema tjera, cilat janë në dobi dhe në interes të Kosovës dhe qytetarëve të vendit. Mirë po, nuk ka situatë më serioze. Nuk mund të ketë situatë më serioze se sa suspendimi i rendit kushtetues, se mos respektimi rregullores të punës së Kuvendit, se mos respektimi i vendimeve të gjykatave të përfshi edhe vendimin e gjykatës supreme. Nuk mundesh me konë të njëjtën kohë edhe deputet, edhe ministër, edhe kryeministër.